shesin ose importojnë produkte që gjenerojnë mbetje, mbajnë përgjegjësi financiare dhe organizative për grumbullimin e mbetjeve që dalin nga këto produkte si mbetje shtëpiake, trajtimin e mbetjeve të grumbulluara, transportin, riciklimin, ripërdorimin dhe procedurat e tjera të rikuperimit të tyre, si dhe arritjen e objektivave për riciklim dhe rikuperim. Projektligji fuqizon parimin do të si paguan si një element kyç në kuadrin e menaxhimit integruar të mbetjeve dhe përfaqëson një reformë strukturore e cila transferon barrën financiare të menaxhimit të mbetjeve nga tatim paguesit te prodhuesit dhe ndotësit, plotëson një kërkesë thelbësore të Bashkimit Evropian për kapitullin 27, krijon një mekanizëm të qëndrueshëm financiar për riciklimin dhe ekonominë qarkulluese, si dhe rrit përgjegjësinë e biznesit ndaj mjedisit dhe shoqërisë. Sigurisht, çdo reformë ka kosto, por duhet krahasuar kosto e veprimit me koston e mosveprimit. Projektligji për PZP-n vjen në një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian. Kapitulli 27 konsiderohet dhe është në fakt një nga kapitujt më të vështirë dhe më të kushtueshëm për t'u zbatuar, por edhe një nga më të rëndësishmit për cilësinë e jetës së qytetarëve. Miratimi dhe zbatimi i këtij ligji do të demonstrojë se Shqipëria nuk po përmbush vetëm formalisht kërkesat e Bashkimit Evropian, por po ndërton një model të qëndrueshëm që sjell përfitime konkrete për shëndetin publik, mjedisin dhe ekonominë. Qeveria shqiptare ka marrë përsipër angazhime të qarta në programin e saj politik lidhur me ekonominë qarkulluese, siç janë me planet kombëtare të menaxhimit të mbetjeve, ligji i ri për menaxhimin e mbetjeve dhe reforma e cila u prezantua para një muaji. Dhe në programin kombëtar të menaxhimit të mbetjeve, PZP-ja identifikohet si një shtyllë kryesore për arritjen e objektivave kombëtar në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve. Gjithashtu, Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e Parisit dhe ka marrë angazhime në forume ndërkombëtare për zvoglimin e emetimeve me gaz ser. Menaxhimi i mirë i mbetjeve kontribon drejt për drejt në këtë objektiv duke reduktuar emisionet nga landfillet dhe duke promovuar riciklimin. Ligji për PZP-n përputhet plotësisht me Agjendën 2030 për zhvillim të qëndrueshëm. Në projektligjin e ri, subjektet prodhuese që vendosin produkte në tregun shqiptar do të jenë financiarisht përgjegjës për trajtimin e mbetjeve që krijohen nga këto produkte. Për qytetarët, kjo do të thotë ulje indirekte e barrës financiare. Njësitë e qeverisjes vendore nuk do të kenë nevojë të mbështeten aq shumë në buxhetin qendror për menaxhimin e mbetjeve, gjë që krijon hapësira për investime në shërbime të tjera publike dhe për uljen e taksave vendore. Për bizneset e përgjegjshme që tashmë investojnë në praktika miqësore me mjedisin, ky projektligj krijon një avantazh konkurrues, pasi nxit inovacionin dhe sjell në treg produkte më cilësore dhe më të qëndrueshme. Narracioni mbështetës i këtij projektligji sigurisht ka 4 aspekte. Së pari, në lidhje me faktin që tatim paguesi qytetari nuk do duhet të paguajë për mbetjet e subjektit prodhues, kemi një modernizim pasi kjo mënyrë është ajo mënyrë që funksionon në vendet e Bashkimit Evropian. Në lidhje me elementin ekonomik kemi riciklimin i cili krijon vende pune dhe kursen burime natyrore që mund të përdoren për gjeneratat e tjera dhe sigurisht më i rëndësishmi është ai shëndeti, sepse do kemi më pak mbetje në landfille që do të thotë dhe një shëndet më i mirë për të gjithë qytetarët. Sigurisht që projektligje që ne kemi sjell prek drejt për drejt disa sektor kyç të ekonomisë, importuesit, prodhuesit e produkteve të ambalazhuara, elektronike, elektrike, baterive, akumulatorëve, automjeteve në fund të jetës. Ky ligj krijon një kosto të re, por të parashikueshme dhe transparente. Për sektorin e riciklimit, në fakt, ai krijon një mundësi të madhe biznesi. Tregu potencial për shoqëritë e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit është i konsiderueshëm nëse do të marrim parasysh gjithë tipologjinë e mbetjeve që ekziston në Republikën e Shqipërisë. Por ajo çka është më e rëndësishme është që ky projektligj nxit një ndryshim në modelin e biznesit drejt qëndrueshmërisë. Kompani do të kenë interes ekonomik për të prodhuar ose për të importuar produkte që janë më të lehta për të ricikluar, sepse kjo do të ulë kontributin që ata duhet të paguajnë. Kjo krijon një cikël pozitiv ku tregu vet nxit praktika më miqësore me mjedisin. Subjektet prodhuese në bazë të projektligjit kanë 3 mënyra